Kompanitë publike të qytetit të Shkupit ballafaqohen me mungesë të mjeteve themelore për punë. Prandaj të punësuarit në këto kompani e kanë të vështirë të kryejnë detyrat e tyre të punës. Kështu ka deklaruar kryetari i Sindikatës së Punëtorëve në Hoteleri, Turizëm, Ekonomi Komunale, Banesore, Zejtarisë dhe Shoqëritë Mbrojtëse të RMV-s Stojan Çekashikovski. Ai bëri të ditur se punëtorët e ndërmarrjes publike Higjiena Komunale Shkup ballafaqohen me mungesë të mjeteve më kryesore të punës, siç janë kamionët për mbledhjen dhe bartjen e mbeturinave. Prandaj, siç thot ai, ata së fundmi nuk mund të kryejnë detyrat e tyre publike në mënyrë të rregullt. Të njëjtat probleme theksoi ai i kanë edhe kompanitë e tjera publike. Punëtorët e kompanisë Parqe dhe Gjelbrime nuk kanë mjete pune, atyre ju duhen mjetet e kositjes së barit si kryesore, por nuk i kanë. Higjiena komunale ka mungesë të mjeteve themelore, po ashtu mungojnë kamionët për grumbullimin e mbeturinave. Edhe kompani tjera kanë probleme të tilla, por ne përpiqemi që përmes dialogut me punëtorët ta kalojmë këtë problem. Punëtorët mundohen në maksimum të kryejnë punën e tyre, por nuk kanë kushte pune. Kashikovski tha se shumica e kompanive ballafaqohen edhe me mungesë të punësuarve. Ai theksoi se vetëm për 2 vitet e fundit, nga kompania ujësjellsi dhe kanalizime janë larguar 280 të punësuar për shkak të pagave të ulta. Tek kompania ujësjellsi dhe kanalizime momentalisht mungon kuadri operativ. Për 2 vite e gjysmë, kompaninë e kanë braktisur 280 punëtorë dhe pjesa dërmuese e tyre e kanë lëshuar vendin e punës për shkak të pagave të ulta. Ato punëtorë janë profesionistë apo zanatçi në fushën e ujësjellsit, bageristë dhe profesionistë të tjerë që lidhen me këtë fushë. Kashikovski, duke folur për problemet me të cilat ballafaqohen kompanitë publike të vendit, tha se të gjitha kompanitë janë të zhytura në borxhe. Të gjitha kompanitë publike komunale në territorin e qytetit të Shkupit janë në borxhe të mëdha. Ndërmarrja publike ujësjellsi ka shumë borxhe, higjiena komunale, ndërmarrja publike e transportit e të tjerë, theksoi ai.